Allahu Dhul Gjelal thot, nëse ju më falenderoni, unë me pa më dyshe do t'ja ushtoj të mirat. Wa in kafartum inna adhabi lashadid. Po që se i mohoni të mirat e Allahut, Allahu ka ndëshkimin e rand. O Zot, mos në ndëshko për shkak të gjunaheve tona, por në më shiro, ja Rabbi, themi, o Zot, në më shiro, në tolero, në mundëso të pendohemi, na je pa fat që të pendohemi, kur e shofim se jemi me gabimet tona të panumërta. Andaj vëllezër të dashur, dhuntia Allahut, dhuntit e Allahut janë të panumërta që ne nuk i meritojmë. Wallahi, po të na vendos Allahu Dhul Gjelal në kantarin e drejtësisë dhe të matë me kantar si që matim ne, e vënojmë kantarin pak me pas tepër e hek. Subhanallah, nuk lëshon ma tepër, me lëshu 1 gram, 2 gram qeket e ki fal. Allahu Dhul Gjelal me na vendu neve në kantarin e ti, ne nuk meritojmë edhe 1 pikuj të apim. Para me ndovë vlajdashu, sa njërës qohen në mëngjes, që duhet pastru veten, mar abdes dhe falenderu Allahun me namaz, me sejdën sabah. Sa njerëz nuk e falin sabahun? Sa njerëz nuk e kanë përdor ujin për abdes? E tani kur ju duhet uji për çaj, për kafe, për gjellë, për qera, atëherë qeshma qëtë uj. Mund të ndalë Allahu Dhul Gjelal, por ai nuk e ndalë. Njerëzit e ndalin, edhe me njëherë të ndalin ujin, rrimën se ke pagu, po me në ndalë Allahu Dhul Gjelal që nëse kemi falenderu. Subhanallah. Andaj, laula fadlullahi alejkum, po të mos ishte dhuntia e Allahut ndaj neve, ne nuk do të meritojshim të mira që përjetojmë, por ai na toleron. Wa rahmetuhu, dhe mëshira e tij që ne gabojmë, ai na fal. Dhe thot, inna rahmeti wasi'at kull shay. Mëshira ime ka kaplu çdo gjë sendi. Andaj njeriu që ka bën gjuna dhe ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, ja Rasulullah, kam bën një gjuna të madh dhe kam bindje se Allahu nuk ma fal. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e pyeti çka ke bën. Asnjëherë nuk ka pyet pejgamberi çfarë gjunahi ke bën, sa ai nuk ka dështi di gjunahet e tjerëve, ndërsa ne po të thot dikush kam gabu, ha çka ke bën? Subhanallah, pejgamberi nuk e pyeti çka ke bën, tha, bën taube, Allahu ta fal. Tha, ja Rasulullah, gjunahi im është shumë i madh. Tha, është më i madh se toka? Tha, po ja Rasulullah. Kështu musliman të vëllezër të dashur, ka qenë cilësi e tyre që gjunahin e kanë zmadhu, janë frigu. Ka thonë, më i madh se toka. A është më i madh se qiejt? Ka thonë, më i madh ja Rasulullah. A është më i madh se toka dhe qiejt dhe arshi? Më i madh ja Rasulullah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, a është gjunahi yt më i madh se mëshira Allahut? U ndal njeriu, tha, jo. Nuk ka gjë më të madhe se mëshira Allahut. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, bën tobe, bën vepra të mira. Hadithi është edhe më i gjatë, por kaq mjafton që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, sa do që të jetë gjunahi i madh, mëshira Allahut është më e madhe. Por jo të na mbashtroj shpresa. Po që se kemi gabu, atëherë duhet të rikthehemi dhe Allahut t'i pendohemi. Tek Allahut të pendohemi, o vëllezër të dashur, se ndonjëherë njerëzit meritojnë ndëshkim. Dhe në një hadithi kutsi ka thonë, laula ajaizun rukka wa subyanun rudda wa baha sabbabtu alehum al-adhab sabba. Po të mos ishin çato pleqt dhe plakat që falin namaz, lexojnë Kur'an, agjerojnë tonë tenjte, bëjnë ibadet, pra të mos ishin kjo kategori. Edhe fëmijët që nuk kanë gjunahe, edhe kafshët që nuk bëjnë gjunahe, le sabbabtu alejhumul adhab sabba, që ato tjerët, përveç që ti në 3 kategorive, që ato tjerët do t'i zhdukja, po për hir të këtyre i mëshiroj. Në një hadith tjetër, hadithi kutsi thot, unë vendosin ndonjëherë të zhduki një popull. Subhanallah, sa herë meriton njerëzia që të zhduket në tërsi, o vëllezër të dashur. E hidhrojmë Allahun Dhul Gjelal me veprat e liga, ku të keqes i thomi e mirë,
kur gërdis mbarës turpit i thëmë krenari, kur kemi guximin të dalëm publikisht me parolat e liga të fliqura dhe njerëzit tjerë solidarizohen,